Hadithi dhe kuptimi i tij. Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, ka thënë: për çdo gjë ka një ilaç, ndërsa ilaçi i mëkateve është kërkimi i faljes, istighfari. Kjo thënie e zotërisë së dëshmorëve Imam Huseinit, paqja qoftë mbi të, na mëson se ashtu si çdo sëmundje ka shërimin asaj, edhe mëkatet që sëmurin zemrën kanë ilaçin e tyre, dhe ky ilaç është kërkimi i faljes, istighfari. Pra, kërkimi i sinqert i faljes nga Allahu i madhëruar, i shoqëruar me pendim dhe vendosmëri për të mos ju kthyer mëkatit.